njerëz të kulturës, të kaluamës tonë historike. Vjen të falenderoj të përshëndes të gjithëve. Nga një vend aq historik, të mbledhur sot për të kujtuar një personalitet gjithashtu historik, jo vetëm për Kaçanikun, për çdo Kosovë. Jemi këtu në sallën e Kushtetutës, e cila tashmë është në mbrojtje, si një pjesë e kujtesës dhe trashëgimisë tonë, jo vetëm kulturore, por politike dhe nacionale. Ne nuk jemi ullë për të bërë historinë, por jemi ullë për të qenë pranë historisë. Dhe kaq, takimin e filluam me zërin dhe pamjen nga lartë për veprimtarin Sali Bajra, i cili përtej në profesionit të politikës dhe dha shembin e një adotërie institucionale, edhe jemi këtu pikërisht sot për të shkëlqitur disa nga aspektet e veprimtarisë së tij, shikuar jashtë të shëqytit miti i Sali Bajrës, shikuar mundësisht sa më përtej një rrëfimi që jeton dekadën mes nesh, përtej një rebilizmit të çastit, për të parë sa e ka qenë shprehje e pikurisë institucionale në për cilën ka filluar Kosova në vitet 60 të marrë formën e qëndësisë, sa ka qenë më tepër se kaq, sa ka qenë vizionare, sa ka qenë në rand të parë aq e domosdoshme dhe aq e nevojshme frymëzuese. Këto aspekte mendoj që e kanë ngërthy personalitetin e tij që shpeshherë ndoshta e mbulu nga një rrëfim shumë trivial, duke quajtur po, ishte një rebel politik dhe vendosi dikur një laur, një pengesë në Maqedoni. Unë kam dëshirë që bashkë me një të bëjmë një zbërthim më të thellë, prandaj e kem panelin e nderuar këtu. Dinan Shrollën, profesor në Fakultetin Juridik dhe zëvendës ministri i drejtësisë, Ilir Pytyqin, udhëhes i muzeut dhe doktorant e shkencave të historisë. Me prezentua jo, para Kaçanikase, e kem zotëri Ilyas Ramalin, avokat, edhe njëri pjesë pikërisht e gjarë historike të kësaj sale. E kem Gjentile Bajra, kënë mund të kemi tjetër, ma mirë që të nderon ata profesion familjen Bajra, studente e shkencave politike dhe sociologjike në Universitetin Mayhagen në Gjermani, një aktiviste që ka filluar të vejë bashkëpunime profesionale edhe me Parlamentin Evropian edhe me organizata tjera ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe mbrojtjen e drejtave kombëtare, kurse këtë në fund e kem Recep Rifatin, duajenin e gazetarisë sonë, i cili mbasi e ka një pjesë të fajësisë që është bashkë me ne, për arsye se këtë manifestim e organizon në Shoqëria Kulturore Artistike Kastriotët, Ansambli Kastriotët. Kryetari i parë i së cilës ka qenë pikërisht zoti Recep Rifati, por që qysh në atë kohë zotëri Sali Bajra në ndjerë e kanë shpallë kryetar nderi të Shoqërisë Kastriotët. Kastriotët e kanë pasur vetëm kryetar nderi dhe kanë ende vetëm kryetar nderi, dhe nesër jemi këtu pikërisht për të nderuar figurën e tij në 55 vjetorin e formimit të Kastriotëve. Ju falenderoj shumë. Kjo është dita e Saliut në Kaçanik, por është dita e Saliut në gjithë Kosovën tonë, për arsye se përveç kësaj tërheqëse, në bashkëpunim me institucionet tona, dy komunës e Kaçanikut dhe të Ferizaj, pastaj të Ministrisë së Kulturës, Rinjisë dhe Sporteve, dhe institucioneve tjera, kanë bërë të moshme që sot përveç tërheqëses në mbrëmje të kemi edhe një koncert të Shoqërisë Kulturore Artistike Kastriotët, bashkë edhe me një ansambël nga Maqedonia e Veriut, apo ishte një ansambël shqiptar. Atëherë, duke ju falendëruar edhe një herë për pranimin e juaj, duke përshëndetur në mënyrë të veçantë familjen Bajra, Milioni të fillojmë debatin tërheqësen, duke tentuar që këto parateza kushtimisht që i drita, t'i shndrojmë apo t'i shikojmë si kanë shndruar panelistët tanë me argumente politike,
Për të parë, në rënd të parë, rrethanat, ndryshimet juridike që do t'i përfaqësojnë zoti Çorolli dhe ndikimi i tyre në zhvillimin politike, dhe ndikimi i tyre nga politika e kohës, e dim që ka qenë në regjimin totalitar, dhe pastaj çdo njeri nga këto. Por para se të japë fjalën këtyre, e ftoj kryetarin aktual të komunës së Kaçanikut, zotin Besim Ilazi, ta përshëndet takimin. Faleminderit, nderuar, përshëndetje për gjithë pranishëm, i nderuar panel i trezës historike përndër të figurës suar të vendit tonë, i vetëm komunës Kaçanikut, po i vendit po një figurë historike mbar kombëtare. Prandaj sot jam krenar që jam pasardhës i dim pushtetin lokal, i cili mund të them se është si produkt i punës dhe përkushtimit pikërisht nga puna dhe veprimtaria e Bacësalit. Prandaj dua këtu fillimisht ta përshëndes panelistët dhe ministrin Vigan Çorolli, unë jashtë i lirë të partizan nga muzeu veçanti kryetarin e viteve të 90 të Kosovës, Vasililians, një herët në besën e Salibari Gentile, por një ashtë të Vasil Kreç, që është bashkërisht në letë. Përgjithësi duhet përshëndes gjithë ju të pranishëm veçanti familjen Bajra që janë sot këtu bashkërisht me ne, e gjithë ju bashkëpunëtorë dhe bashkëpunëtar të Bacësalit. Bacësali ka qenë një figurë e shuar e cila faktikisht nuk ushtu vetëm për një profesion caktuar, po ishte i gjithanshëm, duke filluar nga kultura, sporti dhe të gjitha disiplinat tjera, por në veçanti shquhet për trimrinë dhe guximin, sidomos gjatë viteve të 60, të cilët neve si Kaçanik gjithmonë do të na vanë kryetar. Ishte një njeri i cili kishte një qëllim, ngritjen e ridijes shqiptare, e në veçanti kontriboi jashtëzakonisht shumë sidomos në ngritjen e kuadrave të Kaçanikut, e në veçanti me mbështetje financiare, siç ishte në borsë. Prandaj ishte një ndër korpusit kryesor, sidomos krakullenti komunal që i printe si kryetar, pikërisht në kërkesat për Universitetin e Prishtinës, në veçanti Fakultetin e Mjekësisë, e që faktikisht nga ata të cilët i kuptonin atë kohë që ishin pushtuesit e ata servil që qëndrojnë prap, nuk i pëlqeu faktikisht zakonisht mosa disiplinore, e që faktikisht të ndjermundon që ta porolin me mosa të cilën do të ndronin. Prandaj figura Bacësalit do të jenë një figurë emblematike për ne, po të njëjtën kohë do të jenë udhëfyes. Lavdi i jetës së veprës Bacësalit i përjetshëm çop kujtimin për ta. Ju falenderoj. Mirë, po ulem që të jenë barabartë me forcet. Zotri Çorolli, rrugtimi i kushtetuesit Kosovës ka shënuar disa periudha që herë duket sikur ka qenë një rrugë më e mbarë, e herë kanë pasur një rrugtim brapa. Krahas kësaj, edhe kushtimisht ka qenë klasa politike apo elita jonë u formuar krahas fuqisë së zhvillimeve kushtetuese apo shkallës së ndërtuar. Si ke pa këtë rrugtim, këtë dozim në mes të drejtës juridike dhe përfaqësimit politik që shpeshherë që dyta e kam bërë të parë. Që do të thonë, edhe pse kemi pas kushtimisht të drejta ndoshta ligjore dhe kushtetuese, shpeshherë qëllimi politike të një sistemi totalitar të kohës i kanë fashit, i kanë zbejt dhe shpeshherë i kanë mohuar këtë drejta. Dhe në këtë prizmë, si është krijimin e një fryme vazhdimisht rezistuese, jo vetëm të një nacionalizmi shqiptar në kuptimin që ne e shohim, por edhe të një bashkëngjizimi brenda sistemit aktual në për cilën ka kaluar Kosova. Faleminderit zotit Demiri. Kam kënaqësi të veçantë të jem sot me gjithë juve këtu, e nderuara familje Bajra, pasardhës së tribunit tonë kombëtar, kryetarit emblematik të Kaçanikut, heroik Sali Bajra, i nderuar kryetari aktual i komunës, zoti Ilazi, kryetari i zgjedhur i komunës Kaçanikut, kryetar shumë i nderuar i Kuvendit Historik të Republikës së Kosovës, së shpallur pikërisht në këtë sallë, në këtë qytet, zoti Lazar Majli, zoti Demiri, zoti Bytyçi, të nderuar kolegë miq, zonja dhe zotrinj, të nderuar të pranishëm. Sot në këtë sallë që ka shumë histori dhe shumë peshë për identitetin tonë tri politik dhe gjitha dhe juridik, e cila sallë ka pa breza të tërë njerëzisht kësaj ane në këtë hapësirë të Kaçanikut që gjithmonë ka ditur të bëjë dallimin mes atyre që shërbejnë popullit
dhe atyre që i shërbejnë vetës, jemi mbledhur për një ceremoni jo shumë të zakonshme, sepse nuk ka zakonshmëri kur përkujtohet një figurë mitike si figura e kryetarit Bajra, dhe ky nuk është një ritual thjesht kujtimi, ku ne do të mundohemi të shkëlqisim secili nga perspektiva jonë, ose ta paraqesim në anët e tjera, jo vetëm anën si që ka njohur familja Bajra, birin e tyre, bashortin dhe prindin, por edhe ne ndoshta si studius për parë disa anë të tjera të cilat kryetari Bajra i ka paraqitur. Domethënë jemi ndoshta me fat një brez që edhe kemi vijuar punën me vendosmëri edhe intelektuale dhe kombëtare për një periudhë që s'ka qenë as pak e lehtë. Dhe kur mi parashtrojnë disa teza zoti Demiri, cilat janë jo lehtë të zgjidhshme edhe në kuptimin doktrinar, për parë një figurë të ndërlidhur, e cila ndërmjet atyre viteve, sidomos në fillimin e 60-tave dhe deri në vitin 1989, kur përfundon në një mënyrë statusi juridik ose suprimohet në mënyrë të dhënshme, një periudhë ndoshta edhe art e Republikës Kosovës e asokoshme gjithmonë në kuadër të Kushtetutës Jugoslave dhe sidomos në demonstratat në fillet, në demonstratat e vitit 1968 që kryetari Bajra e gjej në krye të komunës së Kaçanikut dhe pastaj shkarkimi i tij në vitin 1969 edhe deri tek periudha e fundit, periudha e vitit 1989. Viti 1968 ishte viti kur Kosova, që ishte kryesisht e lodhur nga heshtja, nga nështrimi dhe nga statusi i varur i saj juridik në kuadër të fillimit të ndryshimeve në atë periudhë që njihet në popull si periudha e post-Rankovicit, filloi ndoshta një lloj frymimi pak më ndryshe i shqiptarëve të Kosovës dhe kërkesa për barazi brenda asaj konstituencë jugoslave fillon të artikulohet zëshëm. Dhe këtu zyrtarisht në formë, nëse brezat paraprak sigurisht me sfidat dhe me kërkesat e tyre të lehtëshme, por kërkesa e parë dhe fundamentale që ishte që duan barazi me popujt e tjerë brenda Jugosllavisë. Dhe ai zë demonstrata në vitin 1968 zë i studentëve Fides, të cilët vinin nga rajonet e tjera të Jugosllavisë, shqiptarët të Kosovës, por edhe me zanafillën e krijimit të Universitetit Prishtinës, spari si deg e Universitetit Beogradit dhe më pastaj në vitin 1970 dhe si fillim i punës zyrtare të Universitetit Prishtinës, ishte zë shumë i fortë se sa zëri i gjitha raporteve zyrtare të komiteteve të cilat krijoheshin në Beograd dhe me i qartë se gjitha shpjegimet juridike që përpiqeshin me justifikuar një rend të padrejtë. Dhe këtu fillon zyrtarisht tronditja e parë e asaj federate, e cila u detyrua me reagu dhe filloi një diskutim ndoshta për herë të parë të hapur që me i nxjerr disa amendamente, domethënë në vitin 1965-1969, dhe ky është hapi i parë zyrtar. Kuptimi juridik të fjalës që federata fillon me e kuptu zërin edhe kërkesat e Kosovës në mënyrë më të artikuluar. Dhe me to, Kosova nuk ishte vetëm një krahinë delegume, por një subjekt autonom me kompetencat garantuar nga federata që marrin zyrtarisht formë dhe përmbajtjen në vitin 1974. Dhe kur ndryshon këtë kuptim juridikisht burimi i kompetencave, ndryshon edhe vetë identiteti juridik i njësisë politike. Dhe kjo ka kulmuar në vitin 1974 me autonominë zyrtare të Kosovës, ajo që njihet si KSAK, dokument që ngriti Kosovën në nivelin e një pararepublike. Ndoshta ne në kuptim historik, ku kërkoj ndjesë se nuk i kam përjetuar të periudha në gjëra shumë e re, por në dokumentet që shihen, ndoshta ne shpesh kemi nevojë me mitologjizu, si kemi qenë njësi e barabartë konstituente, kemi qenë barabartë me 6 republikat ne edhe Vojvodina, por dokumentat janë kryefort edhe nuk e tregojnë shpesh që ne kemi qenë me qatë status barabartë në kuptimin e këtë të fjalës. Por megjithatë, duhet me u kamun një tezë
që me kushtetutën e vitit 1974, institucionet që janë dashur në njësie të tilla autonome në kuadër të federatës, edhe janë kriju. Është kriju spari që ai rend jo në identiteti jo në parë kushtetues, më pastaj ka pas një kuvern, ka pas një qeveri, ka pas gjykatë kushtetuese në kuadër të federatës si delë e veçantë në njësie konstituente, administrat, pushtet normativ, të drejtë të përfaqësimit federal, polici dhe kështu me radhë. Dhe kjo, por siç e ka zakon historia dhe këtu historia shpeshherë është e fortë, pikërisht momentin kur ka liria fillon, dhe zanafilla e krijimit të këtyre elitave zyrtarisht në Universitetin e Prishtinës, kur ajo liri fillon me marrë formë, frika ka filluar zyrtarisht në lëvizje. Dhe në dy teza, midis Prishtinës po e quaj zyrtar dhe Beogradit zyrtar, në një pushtet koncentruar nga ana e Serbisë dhe Jugosllavisë së sotshme, kërkesa kulmon dhe ne edhe në zhargonin ditor, por edhe në zhargonin profesional, e quajmë se periudha e mjaltit të shqiptarëve të Kosovës, zyrtarisht e neve si popull ka qenë periudha 74-89. Ose si periudhë e mjaltit, kur të drejta politike janë avancu në një avans. Dhe pastaj me demonstratat e pranverës së vitit 1971, sigurisht fillon me u demitizu kjo pjesa e Jugosllavisë, në mënyrë që kërkesat e tilla për Kosovën Republikë, cilat janë kërkesat më historike që i ka paraqitur studentët në Universitetin e Prishtinës, në mënyrë që kjo kushtetutë e vitit 1974 edhe me fillu me u lëkun ndoshta në formën e vet. Pjesa tjetër është e njohur, Serbia reagon me ashtësi, me brutalitet, edhe siç mund pritet, ndoshta edhe logjikisht. Pasoj centralizimi i viteve 1980, ndjekjet politike, goditjet mbi arsimin shqip, presioni institucionet rrugose, vrasje dhe gjërat të cilat janë të njohura për shoqërinë tonë. Por të dashur, të praneshëm, të nderuar pjesëmarrës, edhe pse Kosova filloi të zhvishej juridikisht ndoshta nga ajo autonomi e cila në fund edhe u suprimua në vitin 1989, ajo nuk u zhvesh nga vedia, ajo nuk u zhvesh asnjëherë nga elitat e saj, të cilat me shumën, ndoshta me fillimin e viteve 50-ta, deri në atë kohë filluan ta ngrisin një vedije edhe më nacionaliste sa që duhej, duke mos i harruar edhe ata që çdo herë dhe çdo shoqëri ka utilitaristë dhe pragmatistë, të cilat edhe kanë besuar në Jugosllavi. Nuk kishte vetëm nacionalistë shqiptar, ishte edhe utilitaristë të cilët vazhdonin të qëndronin besnik Jugosllavisë dhe madje në një pjesë tyre unë kam pasur fatin ndoshta të kem profesor, sepse një pjesë e madhe e profesoratit fakultetit juridik ish profesor të vetme, po një pjesë e tyre në Vorës, ish profesor të me, ndoshta me në atelanin një të riju 20 vjeqarë bëja pyetje të rënda për ta, por e kishin dhe une nga mos përgjigjet e tyre filloja të besoja që kam besu verbrisht në Jugosllavi. Nuk besoja që kishte mungesë ndoshta. Identitetit të tyre shqiptarë, por besoja që frika e tyre ishte më tepër nga humbja e vendit punës dhe utilitarizmi tjetër. Dhe këtu fillon pjesa më e rëndësishme e kësaj historie, ndërtimi më tejshëm i elitave tona kulturore që zanafillën të gjitha e kanë në një, që është Universiteti i Prishtinës. Burimi eksistencial i nacionalizmës shqiptare të Kosovës, besoj që vitin 1970 edhe nga historianë, që nuk mund të takon mua shumë, as nuk jam sociolog, për t'i vlerësu krijimin në gjenesë të tyre, por megjithatë këtu e shoh që është burimi kryesor dhe edhe autor të ndryshëm të huaj, edhe juridik, edhe politik, por edhe sociolog dhe filozof të ndryshëm, kur flasin për identitetin e ri të Kosovës, flasin me shumë dashamirësi që Universiteti i Prishtinës merret ndoshta si pika ekzistencialiste. Dhe nga vitet fillimi i vitit 60 deri tek viti 1989, i rënimit të asaj që ishte krijuar nga autonomistët tonë, po i quaj kushtimisht, Kosova ndërtoi elitën e re intelektuale, politike, kulture dhe akademike, elitën e një shoqërie që nuk pranonte të ishte periferia e historisë,
elitën e një populli që nuk priste më urdhra nga Beogradi, por ndërtonte veten me duart e veta, me mendjet e veta dhe me dignitetin e vet. Dhe në këtë elitë bën pjesë një njeri që nuk i ngarkoi askush me titull, por historia ja dha titullin vet. Besojnë dhe këtu kush më tepër dhe kush më shumë se sa vetë qyteti i vet i lindjes Kaçaniku e nje, që këta tituj të historisë zakonisht jepen me të tilla vepra që ne sot mund të gjykojmë, me aktet e tija të guximit, dhe pikërisht ishte ky njeri për cilin ne sot jemi mbledhur sot, kryetari që mund ta quajmë plot gojë historik i komunës Kaçanikut Sali Bara. Sali Bara nuk ishte vetëm një kryetar komune i një vendi të vogël, por fort të bukur si Kaçaniku, dhe ai ishte shumë më tepër se një funksion administrativ. Ishte ndër ata burra që e kuptonin se përballë padrejtësisë heshtja kur nuk ka qenë një opsion. Dhe ai nga dokumenta që kam arritur po, dhe nga gojdhënat, nga tregimet dhe nga rrëfimet e tij që i ka lënë për së gjalli, për të heshtja nuk ka qenë asnjëherë opsion. Dhe nga periudha të qenërit kryetari Kaçaniku, dhe deri në fund kundërshtimi me forcë i atyre ndryshimeve kushtetuese në vitet jo të lehta, por edhe famkeqe, 88-89, sidomos 88-a, kur fillojnë ndryshimet kushtetuese me u diskutu, dhe unë i kam çato dokumente të cilat në fakultetin tim ku unë jam sot mësimdhënës, në katedrën në fakultetin Rudek Kodër në Universitetin e Prishtinës janë diskutuar shumë dhe janë edhe shkruar me një pjesë e madhe. Dhe do duhej me u diskutua dhe ma thejnë. Pavarësisht kush ka qenë bardhë dhe kush ka qenë zirë, duhet me u demitizu disa figura tonë. Por, kryetari Bajra ishte ndër ata të rrallë njerëz që e shihnin politikën jonë si mënyrë për me u duk, por si mënyrë për me u përballë. Dhe pikërisht ajo ngjarje për cilin ai shkarkohet dhe largohet nga funksioni i tij në komunën e Kaçanikut, nga lidhja e kohës komuniste, nga organet tjera politike të cilat në situatat e kohës siç kanë qenë, domethënë institucionet e varura, duhet me pas se ai e ka ballafaqur këtë nder të tij publik, që e kanë vesh me tagën e qenit kryetar komune si një lloj shërbimi për qytetarët e tij, por si një privilegj nomenklaturist i kohës që ai do duhej të shërbente, sepse po ta gjente ai paqen me lidhjen e kohës komuniste, ai do të mund të shërbente ndoshta deri në fund viteve të 90-ta, dhe kjo është padyshim e vërtet pasha dhe të tjerë të cilët kanë qenë për 20-30 vite kryetar komunë. Në kohën kur kjo fillon që ajo periudha e fillon viteve të 70-ta, ne e dim atë gjithë kush më mirë mund ta rrëfej se zoti Demiri këtu, por edhe kryetari Ramajli, që ai përmendet zakonisht në pjesën tjetër të Kosovës për një ngjarje që gjithashtu është historike, sepse jo konformizmi i tij e ka detyruar me ndërmarrë veprimin e famshëm të tij në ato që sot është pikë kufitare në hanin e Elezit, atëherë s'ka qenë pikë kufitare, por e ka ndërmarrë si një veprim reaksionar kundër padrejtësive të cilat ai nuk ka arritur kur me i ka përgjigj. Dhe kjo është një vërtet shumë e madhe për cilën kryetari, po i referohem kryetari Sali Bajra i komunës së Kaçanikut, nuk e priti domethënë urdhrin nga lart, nuk e kërkoi miratimin e askujt, dhe me atë drejtësitë e lindur që nuk vjen kur nga ligji, nuk i ka thonë kërkosh për me ligj do të bëj, po atë ka pasi durim shpirtëror, domethënë ka ndërmarrë një veprim që i ka ardhur nga shpirti dhe e ka vendosur të famshme laur ose në zhargonin popullor, nëse nuk është fjallë që i themi ne si ran. Dhe kjo mund të ketë qenë një prej arsyeve kryesore që edhe ai edhe është linçuar nga komunistët e kohës, në mënyrë që për me pas se ai është një njeri pa përshtatshëm dhe i rrezikshëm për një periudhë të tillë. Nderuar praneshëm, historia e Kosovës nuk duhet të jetë shumë më i gjatë se sa që isha, por historia e re e Kosovës dhe historia veçanërisht e Kaçanikut, porque nuk është vetëm Kaçanikut,
sepse zoti Bajra nuk ishte vetëm burrë dhe djali i Kaçanikut, por ishte i krejt Kosovës, do të tregoj që shtetet ndërtohen ndoshta nga sistemi vetë normativ, por mbrojtja më e madhe do të vijë nga njerëzit e saj. Dhe pikërisht zoti Bajra e bëri këtë, sepse në këtë rast, për me u kthy në retrospektiv, ne i shohim krejt këto çështje për cilat edhe ky veprim do ndërmerret si një veprim që do të lë gjurmë në historinë e saj. Sali Bajra ishte kreatyre të rrallëve që dolin tash me intuit, me përvojë dhe me karakter, sepse ai e pa që në momente të tilla në një raport shoqëror jo të lehtë, kur shkalla ndoshta edhe vetëdijës ka qenë jo në shkallën siç është sot, ai e pa vetën jashtë sistemit, sepse duke besuar që është brenda sistemit nuk i mjafton në atij zbatimi e rregullave të cilat ishin të importuara dhe nuk ishin origjinere, dhe ati nuk i mjafton të mendoj vetëm në zyrë për me qenë një birokrat klasik dhe me prit zgjidhje nga dikush tjetër, por e ndërmori ose mori mbi vete përgjegjësinë dhe veproi në mënyrën siç veproi. Dhe unë me sa kam pa prej atyre të gjitha dokumentave, e kam vrejt që ati pushteti nuk filloi t'i duket si gjë e që është shumë e rrallë ndër njerëz të rrallë. Sepse krejt kjo do thëja ja humbi durimin për të konformuar me sistemin, me lidhjen komuniste, me partinë komuniste dhe me njerëz të cilët atij entourazhit të cilët fiksionojnë, dhe ky nuk është veçantë një simbolik. Ky është një patriotik për cilën ai ndërmori besohet shumë në të mirë të popullit. Dhe për më ardhur deri në fund që ai u bë pjesë aktive në diskutime për ndryshimet kushtetuese në ato vite që i përmenda 88 dhe 89, kur në një kohë kur shumë njerëz nëpër korridore e përshpëritnin këtë gjë në mezat të Oldit, ai e tha me zë të hapur dhe artikuloi barazinë e Kosovës në një kohë kur mja përmend barazinë e Serbisë ishte guximi. Me fjalë të tjera dhe krejtësisht në fund, këto janë disa prej arsyeve kryesore pse zoti Sali Bajra nuk ka qenë vetëm një administrator thjesht i Kaçanikut, ishte një njeri që e kthente karakterin e institucion dhe institucionin e bëri simboloj për qytetarit dhe në mesin e tyre, në radhën e parë, në vendin atyre që nuk njihen vetëm për ato që i ka thënë dhe i ka bërë, por si shembull i gjallë se si njeri i vetëm me ndoshta në kohën me pak njerëz në një vend të vogël si Kaçaniku mund ta ndryshojë rrjedhën e historisë për një popull të tërë. Ju falenderoj shumë. E falenderojmë shumë Viganin për këtë çast kaq të thellë dhe përmbajtësore, duke lidhur shumë fakte. Me la përshtypje shumë Vigan ajo që the se ai nuk i dorëzu konformizmit. Me lejo me thënë se kjo është si që se gëgjëra me dhonë një krasim faktikisht është si një pasqërim real për krejt Kosovës, si një protagonizm i Kosovës, duke nisur nga fakti se Kosova në hyrjet e luftës së dytë botërore përjetoi shumë shtyrje të mëdha. Prej daljes si një ndërtrie të pastër serbokrate slovene me dominimin e plot serb, nëpërmjet një ndërtrie të Shqipërisë 30 të mëdha dhe përfundoi në një Jugosllavi të shpallur me motën vëllazërim dhe bashkim, por Kosova nuk u konformizua as në socializëm. Për arsye se fryma e idesë për liri kombëtare filloi gradualisht në marrë formë, çopi grupet e para të rezistencës së ndeshës që dim, grupet e para të 64-tës dhe ku vjen gradualisht fillimi i kundërshtimeve brenda vetë sistemit, duke u tipizuar edhe me këmbguljen apo se siç e ka Vigani shumë bukur duke i dhënë karakter institucioneve dhe duke shndruar ato në bërthamat të lirisë së Kosovës. Në këtë aspekt besoj se shumë më mirë dhe shumë më thellë e thot Iliri,
i cili mbasi do të na sjellë një shtat historik të ndërlidhjes së kohrave, po edhe të Kosovës, historisë së Kosovës në dashurinë e socializmit dhe qeverisjes, Ilir, fjalë për ty. Të nderuar praneshëm, zonja dhe zotëri, dhe i nderuari kryetari i komunës, zoti Ilazi dhe ju gjithë të praneshëm në një ditë të rëndësishme, duke përkujtuar një figurë të rëndësishme të qytetit të Kaçanikut, por edhe jo vetëm, figurën e Sali Bajrës. Në këtë rrafsh unë kam përgatitur një kontestë me temën rrethonat historike që karakterizuan Kosovën pas të subimit në luftën e dytë dhe pas saj. Është një pjesë e rëndësishme e cila na shpije deri te rrethonat e mëvonshme, sepse çdo etapë është shënuar është plotësuar si në formë mozaikut historia e re e Kosovës. Këtu në këtë pjesë tema boshte e kësaj që do të shtjellohet në këtë arkem është disa trajtimi disa prej ngjarjeve historike që karakterizuan jetën politike në Kosovë në fund të luftës së botërore. Janë të ndodhur në një situatë të pashpresë, shqiptarët ishin detyruar të zhvillonin një rezistencë armatosur për të kundërshtuar pushtetin komunist. Krahas rezistencës ishte edhe ajo pjesa e organizime me karakter politik, siç ishte lidhja e dytë e Prizrenit e mbajtur në 1943. Ajo ishte organizuar politike kombëtare dhe do të angazhojë për bashkimin e trojeve etnike, për të vazhduar me konferencën e Bujanit, të mbajtur me data 39 dhjetor 1943 dhe vazhduar me 2 janar 44-s. Ajo konferencë kishte nxjerrë edhe rezolutën që theksonte Kosovës si një të drejtave të vendosjes deri në shkëputje, që është edhe realizimi i dëshirës së popullit shqiptar të Kosovës me bashkim me Shqipërinë. Po shkelja këtyre tentimeve të rreme erdhi në shprehje pas humbjes së fuqive të boshtit trepalësh në fund të 44-s dhe me çlirimin e Jugosllavisë nga Gjermania naziste, serbët e kishin në rand të ditës të zbatonin planin e radhës ndaj shqiptarëve, i cili ishte çështja e minoritetit në Jugosllavinë e re apo elaborati i dytë i Bastaçovićit, ku ishin të specifikuar edhe metodat që do ta jetësonin këtë projekt serboman. Kështu që dhuna terrori do të vazhdonte edhe në vitin 1945 mbi shqiptarët e Kosovës dhe viseve tjera shqiptare në Jugosllavi.